kur duhet të investosh në diçka tjetër? Kur biznesi yt është i shkallëzueshëm, fiton aq shumë para sa nuk di më se çfarë bësh me to. Atëherë investon. Nuk investon kur je, në zi po ja dal, po fitoj disa mira. Ja sa ndodh zakonisht. Një person ka një punë dhe fiton 2500 euro në muaj. Sheh një njoftim ku dikush thot, bli pasuri të patundshme. Bli pasuri të paluajshme pa para fillestare fare. Edhe ky tash thot, "Okej. Wow. Kjo që ka mundësi fantastike. Kjo do të më nxjerr mua nga puna. Do më nxjerr mua nga ajo rrota e mirë." Blen me kursin 6 blen një kurs 69.95 euro me 2 këste të lehta, e blen kursin, mëson pak dhe shkon blen disa prona. Pa pritur, qëra marrë si hikën, tualeti prishet, tani qa, nuk ka as para për të rregulluar tualetin. Përfundon në falimentim. U mbet gjithçka dhe pastaj thot, pasuritë e palujshme nuk funksionojnë. Jo, ato nuk funksionojnë për ty, sepse nuk e kishe pjesën e parë, nuk e kishe bazën, të duhet të ndërtosh pjesën e parë fillimisht. Ja çfarë shumë interesante. Njoh shumë njerëz që ecin shumë mirë financiarisht pa pasur fare biznes të shkallëzueshëm. Mund të jesh shumë i pasur me veten, aftësi me të ardhurat larta, investim me kthim të lartë. Është perfectly fine, është perfekt fare. Ke aftësinë me të ardhurat larta, apo gjeneron të ardhurat larta, ke edhe ca investime me kthim të lartë. Dhe të ecësh jashtëzakonisht shumë mirë. Unë sinqerisht nuk besoj që të gjithë duhet të kenë biznes të shkallëzueshëm. Nuk është për gjithë. Ja. Jo të gjithë janë të ndërtuar për këtë lloj sporti. Biznesi është sport inteligjent. Dhe nuk ke nevojë për këtë për të qenë shumë mirë financiarisht. Kam një mik në Izrael, është një konsulent biznesi, shumë i mirë, dhe ai vetëm këtë bën. Konsulent biznesi. Punon me biznese të larta, të fuqishme, ka ekip, tarifat janë shumë të larta, fiton 6 shifra çdo vit. Filloi të investojë në pasuri të paluajshme rreth vitit 2010 e ca. Sot ka një portofol prej 25 njësish, vlera është 2-3 milion euro. Aftësi me të ardhura të larta. Vendosi para mënjan, investoi rreth 20-30 vite, ndërtoi një portofol gjigant. Pyetja nuk është lloji i biznesit. Pyetja është si e bën biznesin. Nëse bën SEO si individ dhe fiton 10.000 euro në muaj, kjo është një aftësi me të ardhurat larta. Por nëse thua tani do ta transformoj këtë, do kaloj në menaxhim reputacioni për kompani më të mëdha, të marrë klient tjetër lloj, ndërton model biznesi, ndërton ekip, përdor sisteme dhe teknologji, ti nuk bën gjithë punën vetë. Pa pritur, kjo kthehet në një biznes të shkallëzueshëm. Mund të thuash, nëse më do mua personalisht, kushton 5.000 euro në muaj. Nëse do ekipin tim, 2.000 euro në muaj. Tani, ti i ke të dyja. Ka kuptim kjo? Pra, nuk ka rëndësi çfarë bën. Ka rëndësi si e bën. Një punë është shumë ndryshe nga një aftësi. Është job versus skill. Në një punë, dikush tjetër të thot sa vlen. Në një aftësi, vlerën ta jep tregu. Dhe ti mund të arrisësh të vlerë çdo vit. Nuk më intereson nëse është 5%, 10%. Viti kaluar 100k, këtë vit 110k, pastaj 120k. Ti vazhdon të arrisësh vlerën tënde. Dhe ja një shembull i fundit. Disa më thonë, po, network marketing, është një biznes i shkallëzueshëm? Po, është biznes i shkallëzueshëm. Disa e pëlqejnë, disa jo. Problemi është ky, 99% të njerëzve nuk bëjnë para në network marketing, sepse e përdorin atë si një lloj arratisjeje. Shkruaje sepse është shumë e rëndësishme. Nuk duhet të ikësh nga diçka. Ti duhet të ikësh drejt diçkaje,
Jo të ikesh nga diçka. Po iki nga kjo. No, ti duhet ikesh drejt diçkaje. Nuk mund të ikesh nga puna jote dhe thuash, po hirem në diçka tjetër dhe ndoshta kjo do më shpëtoj nga puna. Nuk funksionon kështu, sepse ata nuk i kanë aftësitë në radhë parë. Ata thjesht hidhen në diçka tjetër dhe pikërisht për këtë arsye pastaj thonë, është shumë e vështirë të flas miqve dhe familjes. Po refuzohem shumë, u lodha. Ky multilevel marketing, ky është bullshit, ky s'po sjell gjë. Kjo nuk ka bëj fare me multilevel marketing. A ka njerëz që bëjnë shumë para me network marketing? Po, ka shumë. A ka njerëz që nuk bëjnë asnjë para? Po, ka shumë. A ka njerëz që bëjnë shumë para me pasuri të paluajshme? Po, ka shumë. E njëjta gjë, a ka që nuk bëjnë para? Po, ka shumë. Nuk ka të bëj me modelin, ka të bëj me personin. Tani ja çfarë ndodh kur biznesi yt po ecën shumë mirë. Ti po gjeneron cash mjaftueshëm, shumë cash, atëherë këtë cash ti e fut tek investimet me kthim të lartë. Ti e krijon paran, e rrit paran dhe pastaj një pjesë e saj shkon tek investimet afatgjata. Nuk e prek, e lë të rritet. Ajo ndërton duetarësin tënd, net worth-in tënd, ndërton pasurinë tënde. Neto. Dhe çdo muaj kur shikon net worth-in tënd, sheh që po rritet, po rritet, po rritet.